Arlind, pse po ftojnë mediat kaq shumë këto dy? Por edhe unë kam vrarë mendje çfarë po ndodh që marr disa ftesa në ditë, edhe pastaj mendova, po ku do ftojnë tjetër? Kuptimin, ata që janë kandidatët formal përballë meje, kam përshtypjen që nuk guxojnë dalin nëpër televizione të flasin gjëra gjatë me gazetarët. Unë dje madje i kam ftuar edhe në debat hapur publik për të ballafaquar pikpamjet tona mbi Tiranën. Dua bëj këtë ftesë për ditë, uroj shumë që të kenë qytetarinë ta pranojnë ftesën për të diskutuar, që qytetarët e Tiranës të votojnë vërtet në mënyrë racionale. Por frika ime është që dy rivalët e mi formal kanë frikë edhe dalin me i gazetarë çfarëdoshëm, edhe me i gazetarë simpatizant tyre, lere më të dalin debat. Edhe kjo është ajo çfarë besoj e vërteton tezën time të mëhershme se në fakt në këto zgjedhje qytetarët e Tiranës kanë realisht tre alternativa përpara. Edi Ramën, Sali Berishën, që sigurisht kanë vendosur zëvendësit e tyre në si kandidat formal, edhe mua. Zgjedhja është në dorën e çdo qytetari të Tiranës që duhet mendojë për të shkuarën çfarë ka ndodhur në qeverisje e Edi Ramës dhe Sali Berishës për të sotmen dhe për të ardhmen.